Po du me ditë tash, sidomos viteve të fundit, se s'është që kemi pas traditën tonë me i marrë hapat, me vendos në kutijat e gjepit edhe me i marrë me vete. A ju humbë efekti, për shembull nëse unë në kutin time, e bëj prej të djelës deri të djelen e mushit, tabletat e i kam të gashme Unë dhe i besoj që u hub. A ju humbë? U hub, se në varësisht në bazë të udhëtimit që bëjmë, mund të kemi lagështi, nuk mundemi me ditë a ka lagështi, transporti është shumë i rëndësishëm, ruajtja e banave është shumë e rëndësishme. Kështu që nuk preferojt lagështi, apo po. Ose të paktën mëngjes për të ditën, a rekomandohet? Po, atëherë ashtu janë kushtet e jetës, patjetër duhet me i marë, po. Po zakonisht unë e preferoj jo me i nda, me i hek prej blisterit, po për shembull me i nda bashkë me... S'pin nxen kutia, tani zonjajten? Nuk i nxen kutia, po në qoftë se dojmë efektin e dëshiruar. Që patjetër që ka me hup lagështin edhe ajo bon, ose një kokororizmu, dhe që ajo tërhek. Jo, që ta kthejmë në seriozitet, me të vërtet, sot për dinë mramje, është e pashmangshme me i marrë. Unë për vete çdo mëngjes i marr i vendosin në kuti suplementet e mia që i përdori çdo ditë, po nuk mundem me i marrë me atë pakën e vet çdo ditë në qantë, sepse edhe ashtu mund të dëmtohen nga ambienti herën Po jo rastësisht janë të paketuara edhe kanë vështjellësin. Po. Se fabrika kish mujt me i produ edhe është më ekonomike me i produ pa kuti. Si në kohën. E vërtet. Po. Dhe zonjajten, tash edhe një pyetje të suplementet. Nëse në kutin që i marrë në personalisht, që po dalim unë jam pacienti vetë sot, i marrë në kutin time edhe vendosi një vitamin C, një zink, një vitamin D, një formula tiroide që e pi, e të tjera. Kur i latit tonat bashkë me një kuti, edhe preken me zveti, a mund të kontaminohen ose diçka e tillë? Po më varet çka, për shembull vitamina C se ka prodhues që i bëjnë këto bashkë. Ka suplemente që janë bashkë, zink me vitamin C. Për shembull mundet lirisht. Ka edhe formula që është magnezium, zink, vitamin D3. Ato s'ka lidhje edhe nëse preken se ka edhe formulime që janë një. Të treja apo të katërta në një. Kështu që është problem. Jo, nuk është problem. Nuk është ajo problem, sepse që ta dim saktë se ku po gabojmë rrugës.